Mua personalisht më bëri përshtypje mungesa e Maqedonisë, për arsyen e thjeshtë sepse Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia ishin të treja së bashku në rrugën drejt antarësimit në NATO, pra koordinuan agendat e tyre të antarësimit. Do të zgjerohet kjo aleancë? Ne kemi qenë të hapur dhe vazhdojmë të jemi të hapur për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, paktën në këtë fazë, cilat normalisht përqafojnë vlerat e përbashkëta që i kemi, vlerat demokratike, por cilat kanë interes të bashkëpunimit me vendet tona. Arsyeja nuk kemi zgjeruar në fazën fillestare, sepse ka qenë një mund të themi koordinim me Kroacinë dhe Shqipërinë, koordinimi përbashkët mes tre ministrave, nuk kemi dashur që kjo të reflektoj që po bëjmë diçka të jashtëzakonshme, po kemi filluar me trilaterale, mirë po në vazhdimsi e kemi theksuar që edhe vendet tjera të Ballkanit perëndimor mund t'i bashkangjitin kësaj marrëveshje trilaterale. Normalisht që pritshmëritë e mia kanë qenë që Maqedonia e Veriut, ashtu siç e thatë edhe ju, duke qenë vend i NATO-s, duke qenë vend fëmijë edhe me Shqipërinë dhe Kosovën, por edhe lidhjet që ka ajo me Kroacinë për shkak të kaluarës, pritshmëritë kanë qenë që do të kemi një interesim të paktën. Normalisht nuk ka pas ndonjë reagim të negativ nga Maqedonia e Veriut për këtë bashkëpunim që kemi, mirë po ende nuk kemi pas ndonjë hap që konkret mund të themi për bashkëpunim edhe bashkëngjitje kësaj iniciative tonë. Dalim pak tek armatosja e ushtrisë së Kosovës. Po e them kështu, sepse në fund ditës nuk është se i mungon në i gjë përveç një akti që tjetë ushtri. Kontrata me kompaninë amerikane AM General, çfarë parashikon ajo? Sa kohë është e shtrirë? Vlerësoj që kontrata e fundit që kemi bërë me AM General është një ndër kontratat më të mira që kemi realizuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Adreson pra ka qëllim përprimin e disa sistemeve nga kjo kompani, por më veçantë është sistemi i artillerisë lëvizëse, një artilleri moderne, një artilleri shumë vonë mund të themi e zbuluar, e vënë në prodhim, sepse kjo kompani që vetëm në vitin 2021 ka bërë, mund të themi, prototipin e parë të këtij lloji të topit, kësaj lloje të artillerisë, dhe vlerësojmë që jemi ndër vendet e para, mund të themi, në fakt jemi vendi i parë në botë, përveç në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kemi prokuruar këtë sistem. Më herët kjo kompani ka shqitur vetëm për ushtrinë e SBA-s, kurse ne jemi vendi i parë ndërkombëtar që blen këtë sistem. Është një artilleri jashtëzakonisht moderne që është krijuar, mund të themi, pas fillimit të luftës në Ukrainë, është adaptuar, është modifikuar edhe më tej, dhe ka qëllim që artilleria, duke qenë një ndër sistemet më të rëndësishme të ushtrisë, të jetë edhe mbrojtur për shkak të, mund të themi, kërcënimeve të reja që tani më janë në teknologjinë ushtarake, siç janë dronët apo sistemet tjera lëvizëse. Pra kjo mundson që të shtihet me të, pra me këtë sistem artillerie, dhe njëkohësisht që mund ta lëvizësh në tjetër pozicion. Është pra ndër sistemet më moderne, është normalisht Howitzer 105 mm, dhe ne jemi me fat që Shtetet e Bashkuara kanë në farë kanë shfaqur vullnet dhe gatishmëri që ta mbështesin këtë projekt të përbashkët. Brenda aktivitit pritet të mbrinë? Apo ne kemi planifikuar pas kontratës që brenda 2 viteve të vijë komplet mund të themi dërgesa, mirë po diskutimet i kemi që brenda vitit 2026 të kemi sistemet e para të artillerisë lëvizëse në Republikën e Kosovës, dhe kjo kontratë përveç artillerisë, pra përveç topave Howitzer, parashë edhe trajnim, parashë pjesë rezervë, por parashë edhe automjetet të tjera.